pare tubë, u dasht me I marrë hua, bërgjë ndryshe, për me ble do me thonë tubën e parë delëv, edhe me ja fillue me to. Ne këngjë 20 kila, 25 kila, variant prej 120 dhe 150 euro, do me thonë qingje. Kem shambull sykën, bardhokën, e kem dashin cili të thujmë hun kryll. Do me thonë e ka hunën e dredhum ati, I themi hun kryll. Dita jonë zakonisht fillon në ora 5, jo për shkak delëv, mirë po I kemi edhe lëp, cilat dohet me bo mjeljen e tyne, e kemi tajin me auqit krunët, koncentratin, I bjem lëp të në kullos, pas ta I kthehemi të delët edhe I lëshojmë edhe delët në kullos. Do me thonë dykun për afërsisht ka ora 6:30 jemi me delën në për kullosa. Në fillim kom fillu me dhi, I kom pas derin 40 copa dhi, mirë po për shkak se katuni nuk ka hapësirë të mjaftueshme, vendosa që me I hjek dhit, edhe me fillu, do me thonë prap me dele traditën e babëse të gjyshit. Sa ka qenë vështirë si një 18 vjeçar me u merr me dele? Me u merr me dele nuk ka qenë vështirë, normal se kemi pas vullnetin gjatë gjithë kohës, mirë po ka qenë vështirë sigurimi të hollave për me fillu me to. Si një 18 vjeçar, nuk është që kemi pas pare tubë, u dasht me I marrë hua, bërgjë ndryshe, për me ble do me thonë tubën e parë delëv, edhe me ja fillue me to. Sa kanë qenë të kuptueshëm ata persona që ke marrë hua për pare për me fillu biznesin? Normalisht kanë hezitu pak mirë, po nuk është, pasi që janë konë gjëfshëm edhe s'kanë mujtë më refuzu ashtu, mirë po falë punës palëshme që e kemi ba, kemi arrit që mrena vitit me I kthy ato të holla që I kemi marrë hua. Jënë do të knaqën edhe ata, do me thonë, kanë thonë që nuk e kemi pri që kime mujtë me I kthy nashta për 5 vite, se jo mrena një vitit, po për 5 vite kena pri që s'kime mujtë me I kthy të hollat. So është përfituese me u merr me dele? Përfituese është në varet prej punës që e bën, nëse në varet prej punës edhe prej racës që e ke, për arsye se nëse kemi racat pak ma qysh me thonë si janë ma me pedigre, për shembull është Ile de France, është Delja Wittenberg, ato japin prodhimtari më të madhe të qingjave, zakonisht shkojnë me 2 qingja në pjellje edhe pjellin 2 herë mrena vitit. Normal është një fitim, sidomos kohët e fundit ku çmimi I deleve fatkeqësisht për blersin, fatmirësisht për mua që jam shitës, po besoj që tash na ka ardhur koha ku është na u pagu mundi. Me pakic 1 kilogrami qingjit është u shkue 6 euro. Një këngjë 20 kila, 25 kila, variant prej 120 dhe 150 euro, do me thonë qingje. Ata persona që kanë dele, ju lojnë edhe emra, për shembull deleve. Ki ti, për shembull, ndaj emër që ja u ke lënë deleve? Po, ato delet shembull cilat I kena ma dallueshme me thonë në kopi, se cila e ka emrin e vetë. Tash mund me I thonë do emra tyne, e kem shembull sykën, bardhokën, e kem dashin cili të thujmë hun kryll. Do me thonë e ka hunën e dredhum ati, I themi hun kryll, e kemi cubën, ka sora, lloj emra shko, do me thonë që dallohet njona prej tjetres. Kur t'ja u thirë emrin, a kthehen ata për shembull me të kthyer ose diçka? Në përgjithësi po, në përgjithësi kthehen, edhe zakonisht I kemi mësue me dredh, mjafton me njell delet, se cili bari e din çka është me njell, mjafton me njell, gjitha tu bohen edhe vinë për mas meje. Çush janë planet për ta, planifikoni me zgjeru ma shumë, me pas ma shumë dele? Sigurisht që po, planifikojmë, shpresojmë si për fillim, me ndërtu një shtallë, që me pas kapacitet pak ma të madhë, sepse shtallën cilën e kem ajo është veç e improvizume, ajo po na e kurxon kogja shumë numrin e delev, mirë po besojmë që me arrit spaku deri te 500 copa.